Sot apeli i GKK-s vendosi për masat e sigurisë ndaj Belit Ndaballuku dhe varësve të saj. Zonja Lala, çfarë vendimi u mor? Qartë, thjesht, ja thua popullatës. Fakt është pak i koklavitur, me thënë drejtën, se dhe juristët janë të ndarë. Atëherë, gjykata e juristin do a pyesin vonë. Po. Tani, unë po flasë si njëri që kam raportuar nga edhe që merr vesh me nga ligji. Fillimisht, masën e pezullimit nga ushtrimi i funksionit publik për zonjën Balluku, pra nuk e lejonte të ushtronte funksionin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, dhe kjo është masë e karakterit ndalues, ndërkohë caktoi një masë të dytë, ndalim për të dalë jashtë vendit, që është masë e karakterit shtrëngues. Ju e dini që menjëherë pas këtij vendimi, zoti Rama ju drejtua në cilësinë e kryeministit si subjekti pa kushtëzuar, në emrin e tij nominal vurin lëvizje gjykatën kushtetuese dhe mbledhja e gjyqtarëve vendosi që të ngri efektet e vendimit të gjykatës së posaçme vetëm sa i përket pjesës së pezullimit nga ushtrimi i funksionit, sepse për masën shtrënguese zoti Rama nuk kishte pretendime. Dhe e riktheu në detyrë zonjën Balluku me 5 vota në favor të kryeministrit dhe 3 vota kundër. Shumica mendonte që pezullimi i zonjës Balluku mund të sillte problematika në qeverisjen e vendit, ndërkohë pakica, që janë 3 gjyqtarë karriere, ishin të mendimit që nuk mund të hiqej pezullimi, përsa kohë që duke hequr pezullimi, në fakt, ata mund të minonin dhe të krijonin problematika në jetimin e rastit. Po flas, pra nisa nga gjykata e posaçme te kushtetuesja. Ndërkohë, nga gjykata e shkallës së parë, që nga momenti që gjykata e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dha vendimin, deri në momentin që gjykata kushtetuese vendosi për pezullimin e pezullimit, dhe është pak e koklavitur, zonja Balluku për shkak të afateve që i jep ligji dhe që duhet ka afate të prera qartë nga ligji që duhet i drejtohej apelit, në apelin e posaçëm ajo kundërshtoi të dyja masat e sigurisë, si pezullimin nga ushtrimi i funksionit, ashtu edhe masën shtrënguese të ndalimit për të dalë jashtë vendit. Edhe dy varësit e saj, Gentian Gjyli dhe Erald Elezi, kundërshtuan masën e arrestit në shtëpitë caktuar ndaj tyre nga gjykata e posaçme. Gjykata e apelit, një seancë që zgjati 3 orë dhe që ka patur një debat shumë të fortë mes palëve, debat të karakterit juridik, të kuptohemi, jo debate të formave të tjera, në kuptimin fyerje apo tjera, ka pas debat të karakterit juridik, gjykata e apelit të posaçëm vendosi të disponoj për lënien në fuqi të vendimit që ka të bëjë me ndalimin për të dalë jashtë vendit për zonjën Balluku, pra pasaporta e zonjës Balluku vijon të jetë e bllokuar dhe ajo nuk mund të dalë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë në asnjë rrethan, përveç se në raste të jashtëzakonshme kur vetë prokuroria mund ta autorizojë daljen e saj, që varet arsye shumë madhore. Ndërkohë, vendosi të pres për pjesën që ka të bëjë me pezullimin nga ushtrimi i funksioneve, vendimin përfundimtar të gjykatës kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese po, në datën 22 janar është seanca plenare publike, por jo domosdoshmërisht mund të merret atë ditë vendimi. Pasi mbyllet seanca plenare publike, gjykata kushtetuese merr kohën e vet për ta shpallur vendimin. Dhe çfarë ndodh në rastin konkret? Gjykata e apelit tha sot që unë nuk mund ta shqyrtoj këtë pjesë të vendimit, për sa kohë që ka një vendim të ndërmjetëm nga gjykata kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese ka vendosur ta rikthejë në detyrë zonjën Balluku, derisa gjykata kushtetuese të vendos është ose janë përputhje me kushtetutën kjo mas, unë si gjyqtare e apelit, sepse ishte gjyqtare vetme Miljana Muça, quhet trup monokratike, do të pres disponimin e gjykatës kushtetuese. Pra kjo ndodhi në apel. Nëse isha i qartë për ju edhe për publikun. Nuk u mor në një vendim dhe mas për këto arsye që ju... Jo, të lutem, nuk e kuptuat. Atëherë, gjykata e apelit të posaçëm la në fuqi masën e ndalimit për të dalë jashtë vendit, pra la të bllokuar pasaportën për zonjën Balluku. Dhe zonja Balluku nuk mund të lëvizë jashtë territorit të vendit. Sa i përket pjesës së pezullimit nga ushtrimi i funksionit, ligji thotë që gjykata ku ka një vendim të gjykatës kushtetuese, gjykata e pezullon çështjen derisa gjykata kushtetuese të shprehet në themel. Pra nuk mori kisha fjalën një vendim thelbësor. Po në fakt vendim thelbësor, fakti që ndaj zonjës Balluku ka një masë shtrënguese, siç është ndalimi për të dalë jashtë vendit, kjo legjitimon dyshimet e arsyeshme të bazuar në prova. E kupton? Atakoj vetëm pjesën të cilën nuk e ka konsideruar dhe shqyrtuar gjykata kushtetuese. Pra atakoj vetëm pjesën e pasaportës, kufizimit lëvizjes. Po ndërkohë, Zoti Gërdupi. Më fal, ta them edhe këtë
që t'jap kuptim. thuaj, pra. Kjo bllokimi i pasaportëve është se me dash ikën nga Kosova rahat, edhe mund t'ikesh edhe nga Maqedonia rahat, siç dalin e hyn shumë njerëz. Ose mund të hapet tim si thuaj dhe ikë. Edhe është një muhabet kot, pa hajt, po e quajmë sigur është një mas kufizuese. Ari në ilegale thotë. Po ilegale. nëse do t'ikësh ikën Ka tani. të Nga komune, po shproblemi. Tani, avokat, si pas vendimit gjykatës kushtetuese, SPA ka shpresoj qëndrimin e vetë pas vendimit gjykatës kushtetuese për pezullimin e pezullimit, çfarë ishte? Pezullimin e Nga ushtrimi i funksioneve. në ushtrimin e funksionit. Dhe me njërë SPAK, ndryshe nga që veproj sot gjykata e apelit, e cila mori një vendim tjetër, do pres gjykatën kushtetuese për këtë, SPA ka shpresoj qëndrimin e vetë dhe kërkon heqjen e imunitetit të Ballukut, që pastaj të kërkoj masë arestin në shtëpia po tjetërën. Së pari, që është për ju masa për pezullimin nga ana e SPAK, se ne nuk jemi takuar gjatë kohës dhe njësë kësaj mase, dhe së dyti, pse një mas me ashpër, një kohë me njërë e SPAK-ut? Çfarë mund të justifikoj një masë më të ashpër? Duke filluar nga pyetja juaj e dytë, zoti Rakipi, ashpërstimi i masës mund të ndodhi vetëm në momentin që nga dhënia e masës së parë ka pasur veprime nga ana e personit në hetim ose pandeurit, të cilat janë të cënim të asaj mase, ose ka bërë një tjetër vepër penale, ose ka bërë një tjetër veprim i cili cënon ligjin edhe parimet e kodit procedurale penale. Pra, do duhet që nga ana e zonjës Balluku të jenë marrë veprime që ose shkelin masën e sigurisë së dhënë më parë nga gjykata, pra ndalimin dalin nga shtetit ose ketë ushtruar detyrën, ose ajo të ketë marrë veprime që ose pengojnë prishin prova, ose tenton që të largohet jashtë vendit, ose ajo tenton të bëjë një tjetër vepër penale që është më e rëndë ose e barabartë me veprën për cilën ajo akuzohet. Po kjo duhet të jetë ndodhur mbas dhënies së masës, sepse në momentin që prokuroria ka cilësuar që ka qenë mjaftueshme masa e ndalimit daljes jashtë vendit, kur është dhënë masë karakterit sigurimi personal, masë karakterit shëngues, nuk mund të kërkoj një masë më të rëndë nëse nuk ka pasur një ndryshim të këtyre kushteve. Dhe kjo nuk mund vit për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese, siç është një lloj perceptimi që mund të ketë ndodhur për këtë arsye. Do duhet që prokuroria e posaçme ta argumentojë se çfarë kushtesh kanë ndryshuar nga momenti i dhënies masës së parë, përse do duhet një masë e dytë. Po, së pari, pyeta edhe për masën për pezullim. Ç'ishte në konceptin tuaj kjo masë? Për shembull, protesta e qeverisë ishte shumë e madhe. Në këtë pikë pamje thosh që është një rast i pandodhur në botë. Në botë rezultoi që kishte pas raste në vendet Afrikës, mos gaboj.